E të qova me vëmendje përfaqësuesin e majorancës. Tani, ajo që më vjen në mend ndërkohë që dëgjoj, them, ju bëni sikur nuk kuptoni. Ju vazhdoni e mendoni që ata mira qytetar kanë dalë aty 19 ditë dhe sepse do për zvërnecin apo për mjedisin, apo për unë shoh pash edhe dje Flamingo. Por prandaj po them, ju bëni sikur nuk kuptoni. Ata kanë dalë sepse duan të zhdukin klasën e vjetër politike. U ka ardhur majt undës. Ata duan dorëheqjen e Edi Ramës. Sepse ka një pakënaqësi të jashtëzakonshme. Nuk kanë më besim, nuk e duan më. Shumë e thjeshtë. Ju vazhdoni e merreni tani me Flamingot. Nuk është më çështje Flamingosh kjo. Duan që Edi Rama, bashkë me klasën e vjetër politike, të dali para drejtësisë dhe të japi dorëheqje. Duan një Shqipëri tjetër, duan një Shqipëri ndryshe, ku mund t'ja dalësh me punë të ndershme. Janë qytetar, janë perëndimor. Apo jo? Urdo? Që nuk i çon investimet jashtë, i mban brenda. Po ç'lidhje ka kjo? Kjo ka lidhje, po s'ka lidhje fare. Kjo është Shqipëria që duam, apo jo? Shqipëria që duan ata duan investimet huaja, i duan ç'ke me të, po i duan në mënyrë transparente. Dhe ne i pam se çfarë janë investimet e huaja. Ke 2 dosje të Spaku dhe arrestimin që ka bërë Spaku në muajin e fundit, që tregojnë se kush janë këta që po sjellin investimet e huaja. Për çfarë quani investimet huaja? Paratë e trafikut drogës që vinë nga jashtë dhe vinë këtu, ju i quani investimet e huaja? Ku janë këto investimet e huaja? Ka 2 vëllezër katari që do bëjnë këtë investimin. Janë njerëzit nuk i bëni njerëzit nuk i bëni dot për njerëzit që janë në sitën e Spakut dhe mos bërë në gojën time gjëra që nuk i kam thënë. Tani ta mbaroj dhe unë se unë të lash. Po tani mos më merr fjalët mua dhe mi përdor ndryshe. Pastaj merr fjalën prapë. Unë po të them që këto që thoni ju s'dashkan këta. Mos analizo fjalët e mia ti thuaj ato që do të mendosh ti vet. Fal, unë do flas, do analizoj edhe fjalët e tuaja. Juaja, se unë këtë punë, unë do jetë e mendimin tim. Tani, më lidhë mbaroj unë e pastaj folë. Po atërë, në qoftë se të analizosh, duhet të thuash ashtu si i thash unë. Tani, mjaftë bëtë sikur nuk kuptoni. Nuk ka lidhje kjo me asnjë investim. Kjo ka të bëj me një klasë politike që i kanë nxjerrë jetën qytetarëve shqiptar. Nuk ju duan më. Tani, unë një pyetje kam. Nuk ju duan më. Çfarë duhet të ndodhi më shumë? Sa veta duhet të mblidhen në rrugët e Tiranës që kryeministri ti thrasi mendjes dhe të kuptoj që nuk e duan dhe duhet t'japi dorëheqje. Sa duhet të mblidhen? Si mendoni juve, zoti? Sa veta duhet të mblidhen? Zoti Shehaj, se jeni politikan më i vjetër se sa unë. Sa ditë duhet të mblidhen ata? Kapitania e të bërit politik, jeni më i vjetër në politikë se sa unë. Dhe unë dua të di, ju si mendoni? Pastaj morën vesh që ju ishit një militant e Partisë Socialiste. Kjo është fare vërtet. Po, kjo është vërtet që me të. Ata që kanë dëgjuar, çfarë nuk është vërtet? Absolutisht. Urdo? Në shoqërinë civile ka punuar. Po, ka qenë në shoqërinë civile në mbështetje të Partisë Socialiste. Asnjëherë nuk kam qenë mbështetje të Partisë Socialiste. Pastaj ose bëjmë personale. Unë qoftë se mendoj 5 gjëra. Unë kam qenë në shumë debate. Ose bëjmë personale, vazhdoni, po jo personale. Dhe kjo është ajo që po të them. Ju që jeni politikan shumë i vjetër se sa unë, si e mendoni? Si ndodh kjo? Që këta njerëzit thjesht ikin, edhe vjen ti në pushtet. Kjo është ajo që... Eksakt pra. Zgjedhje pra, me zgjedhje. Kur dalin njerëzit në shesh, do të largohen. Po, absolutisht. Sa do të dalin? Për çdo, pse këto duhet çdo. Kjo është protesta më e madhe që është në Shqipëri. Absolutisht, nuk e që Nuk është një protest spoti që sa dolën aty. Po nuk është një Kjo është protesta më e madhe e bërë në këto 35 vjet. Nuk është një protest që e ke bërë ti. Kjo është një arsye më shumë për të dhënë dorëheqje, sepse kanë bërë qytetarët. Berisha nuk është një protest që e ka bërë në një parti politike. Janë qytetarët edhe nuk duhet të fiheni mbrapa tyre. Kërkojnë dorëheqjen e Tiranës. Që të fitoni juve pushtetin. Nëse keni kurajë. Kjo pasaj është shumë e shumtuar. Nëse ka mbetur pak moral. Nëse u ka mbetur pak moral. Nëse u ka mbetur pak moral. Morali është që investimet që bën Shqipëri bashkë Shqipëri. Ky është morali. Morali nuk është që ti çosh investimet jashtë, siç bën ti. Dakor? Ky është morali, po flasim për moral. Po kur ke avokati dhe bushati jepi përgjigje që ta kuptoni ju edhe i gjithë grupi Partisë Socialiste dhe sidomos ministri i financave dhe kryeministri. Unë e nderuar, parat i kanë bërë me punë të ndershme, nuk e di nëse
ti e di që do thot në punë të ndeshme, dakord? 17 dhe ta garantoni, po, i keni deklaruar, zotin? Po të gjitha deklaruar se ministri dhe policjell... A i qoni juve të ardhurat në përmjet atyre kompanive në zirë një jashtë, do të ardhurat që duhet ngelen në Shqipëri? Nuk flasim për Shqipërin tani, se këtu flasim për Shqipërin. Jo, do të përgjim tani, shiko. Ose nuk më japim leksione patriotike duke nëzirë lekët vetë jashtë, edhe duke ju bërë leksione patriotike shqiptarëve, se kjo është shikse shumë. Unë kam paguar miliona euro, dhe jam krenar për këta. I ka të gjitha Ministri Financave. I ke pasur miliona euro që i ke Unë kam paguar miliona euro. Unë kam sjell në Shqipëri qindra miliona euro nga kompani të uaja, sepse ne vetëm ekspertonim. Unë kam sjell këtu qindra, e di dhe këto i di Ministri Financave. Dakord? Me qindra miliona euro në përmjet të cilave i kam paguar roga, kam paguar furnitor, kam paguar taksa, se ku investoj unë, se ku investoj unë, se ju keni zgjedhur, të hapni tyër për trafikantët e drogës. Jep Edi Dorejqe se do vija Grosheja do bëhet kryeministër, kjo është histori shumë e vjetër dhe kjo zgjidhet në mënyrë tjetër, nuk zgjidhet duke përdorur ata të rinjtë aty. Listën vete akseson informacione të rezervuara dhe nuk e kuptoj ku e gjen kurajën të vishtu dhe ta përmendësh se ju jeni pjesë e llumit, prandaj se të vish tu e të flasësh. Se unë tisha në vendin e atyre protestuzve do isha ndjerë shumë keq në fakt. Në vend të kërkosh ndjes, në vend të ju vit kur për çka ka bërë Ministri Financave, vjen këtu dhe nxjerrsi argument. Do bëhem kryeministër në emrin e këtyre protestuzve. Kjo pastaj është protestuesi do votojnë dhe do zgjedhin edhe Edi Ramën kanë për ta çuar aty ku meriton para drejtësisë. Dhe ju nuk e mbroni dot, s'keni çfarë të bëni. Po, unë nuk broj avokat bushat tregoni që keni pak moral. Trekim që ka zërnecë. Nuk ka nevojë fare të mbrojë. Ka iku nga zërneci. Ka iku nga zërneci po preke. Me që do ta prekesh Ku preke. është optimizmi i kësaj proteste? Sepse nga që media botërore u morë me pjesën e protestës dhe po jepte një oksigjen mbështetje, por që pjesa e medias botërore ishte ajo media e cila ishte me pjesën e opozitarë. Unë jam avokati Zvërnecit, zoti Rakipi. I avokati Zvërnecit, po? I familjes Balliu. Pronari I pronarëve real të tokës. Po. Dhe di shumë mirë që ka ndodhur atje. Dhe di shumë mirë pse u bë gjithë ai debati madh dhe pse u hodhën dhe ato masat e sigurisë. Është para shumë e madhe ylli. Po nuk po themi. Shumë e madhe. Dhe ajo lëvizje e cila do të bëhej ishte e pari kuperushme ajo pjesë paraja në qoftë se kalonte sipas kontratave. Shiko, ajo u përdor më tepër, goditja dhe jehona u përdor më tepër për të goditur dhe për të bërë pis familjen Trump. Kape që në themel këtë situatë. Jo, ajo ka rritur zhurmën, po. Jo, i sekond. Se ka vetëm atë, ka vetëm. Në mediat botërore. Shiko, media botërore ishte mediat tani këtu, male ju pa shoh këtu si ngjarje, kupton. Shiko, okej, thua gjërat e tua. Po merrem me protestën. Protestën unë e thash kritikën time. Deri në momentin që protesta nuk ka një kokë, nuk do të arrijë atje ku synon, sepse duhet një grup nismëtar të paktën të jetë një grup që të bisedoj, ose të dalin një koalicion i këtyre partive të reja, e të vend të drejtojnë protestën.